Bashkë me kolegun tim Mario do ikim për peshk. Mario, më kanë thënë që peshk të mirë dhe të freskët ka vetëm tek stacioni i trenit. Ja ku morëm edhe rrugën e bulevardit të ri dhe këtu ka parking që kushton shumë pak. 100 lek kushton parkingu këtu dhe për 3 orë marrojmë punë. Sa herë më vjen ndonjë shok apo ndonjë mik, nuk di ku ta sajdis në Tiranë. Mirësertë zotëri. Mirë se u gjetëm. Kjo është menuja. Ndërkohë që krijoni një ide të çmimeve, ne punojmë me sugjerime me qëllim që të merrni shumë llojshmëri shijesh, jo vetëm një shije. Domethënë, menuja ka vetëm çmimet, ndërsa sugjerimet kamarieri. Edhe vera zotëri. Një bëft mirë. Edhe sallata. Faleminderit. Mund t'ju servish, lutem? Po, me kënaqësi, faleminderit. Tjetër nivel. Ka vetëm blamboll me sa shoh? Po ka moll, ka domate qershi. Sa kisha pa dëgjuar domate qershi se na janë vrarë veshët pomodori. Kemi Acciughe, po ky salmon, a? Salmoni jo velaks. Ju bëft mirë. Faleminderit. Ja dhe pasta zotëri, e bërë vetë, është pastë freskët. Ma knaqe syrin. Kohët e fundit kam konsumuar shumë pasta në restorante peshku dhe nuk ma kanë goditur. Unë e kam qef pak kremoze. Kur pasta u boga vetë, nuk pas ka përshkrim shia. Ti e solle, po ku ta fusim? Ja dhe filet e kocës, me patate chips, krem speci dhe krem bizele. Po Mario, duket se do na e kripi kokën këtë. A mund të paguaj me kartë? Pa tjetër, zotëri. Sa kushtojnë? 4.950. 4.950? Po. Pse? Atëherë, një sallatë që kushton 6.000 lek, një acciughe 4.000 lek, një salmon 8.000 lek, 2 pasta 14.000 lek, një filet e koce për 2 persona 9.000 lek, 2 gota verë 7.000 lek dhe një ujë 2.500 lek. Ore, të vjetra apo të reja, se më çmenët ju? Të vjetra zotëri. 50 euro.